Së pari jam I gëzuar që me shojmë këtë manastir dhe ngjarja e ungjillit të sotëm më shumë I rëndësishëm për gjithë secilin nga ne. Arsyeja që ne lexojmë ungjillin është pikërisht për të kuptuar se çfarë do thotë për ne sot ajo pjesë. Sepse fjalët e Zotit janë për gjithë kohrat. Fjalët tona ndoshta mund të jenë fjalë historike që I mbeten në një kohë, po fjalët e Zotit janë transhistorike, janë për gjithë popujt e për gjithë kohrat. Shpesh herë ne ndoshta nuk mund t'i kuptojmë disa gjëra se mund t'jenë thënë I gjuhë më të vjetër, por nëse do ndalojmë, do kuptojmë që fjalët e Zotit janë gjithmonë të reja. Çfarë festojmë në realisht sot? Festojmë një grup grash, të cilat qëndruan besnike karshi Zotit. Të gjithë nxënësit u larguan mbas kryqëzimit, patën frikë. Madje në ungjil thohet që u mbyllën brenda dhe mbyllën dhe derën nga brenda nga frika e judejve. E megjithatë disa persona të tjerë u treguan dhe u shfaqën. Me të drejtë një teolog I madh thotë këto fjalë: sa herë që lexoj këtë pjesë të ungjillit, befasohem nga guximi I disa pak njerëzve, të cilët pothuajse ishin të padukshëm gjatë historisë së ungjillit, përmenden vetëm në fund, kur të gjithë u larguan dhe e lanë Zotin vetëm, ato I ndoqën pas me guxim të madh. I pari ishte Josefi Arimathes. E ishte pjesë e Sinedrit, e parlamentit të asaj kohe, të këshillit të asaj kohe. Dhe meqense këshilli e kishte dënuar Zotin me vdekje dhe e kryqëzuan, ai pati guximin. Në ungjil thot mori kurajën edhe shkoi. Kurajo është shumë e rëndësishme për çdo besimtar. Nëse ne nuk do kemi kurajo, nuk do e ndjekim pas Krishtin. Në vështirësinë e parë që do kemi, do e lëmë dhe do largohemi. Dhe ku themi Krishtin, gjithçka që vjen nga mësimi që na ka mësuar ai. Prandaj dhe kurajo është kaq shumë e rëndësishme. Kurajo nuk do thotë që mos kesh frikë, po me gjithë frikën të ecësh përpara. Nëse nuk do kemi kurajo, do bijem në dëshpërim. Edhe Juda u pendua, por ra në dëshpërim të thellë edhe vari veten. E ky është pendimi I krenarit, kur mendon si arrita unë ta bëj këtë gjë. Jo pendimi I përulurit, siç ishte pendimi I Pjetrit. E përmend shpesh këtë sepse është shumë e rëndësishme. Një pendim I sinqert dhe I përulur nuk sjell dëshpërimin, po sjell përsëri kurajon. Edhe kur ka gabuar, ai përsëri ka kurajo. Në Paterikonin lexojmë një episod shumë të rëndësishëm. I afrohet një nga nxënësit Jerontit I dhe I thot: Jeron, thot, rash, që do thot ka bërë një mëkat. E Jerondi thot: ngreu. Rash përsëri thot, përsëri ngreu. E lutu që kur të vi Perëndia të gjej ngritur. Kjo është kurajo, që me gjithë dobësitë tona ne vazhdojmë përpara. Dhe kurajo është shenjë I karakteri shumë të rëndësishëm e I besimi shumë të madh. Pa dashurinë ndaj Zotit, e pa një besim shumë të madh, nuk mund të kemi dot kurajo. Në kohën e përsekutimit, shumë veta e mohuan. Sa me zë, sa pa zë, të gjithë u larguan. Pak qëndruan për ta mbrojtur atë besimin. Dhe është e habitshme se përsëri të njëjta gjë. Edhe në atë kohë, një pjesë e madhe e grave qëndruan dhe e ruajtën besimin. Dhe filluan ta përhapnin me thjeshtësinë e tyre, sepse e donin Zotin. Rasti I miroforeve na tregon diçka shumë të rëndësishme. Na tregon që në jetë duhet jo vetëm thjesht besimi, po duhet edhe dashuria ndaj njerëzve. Ato e donin Zotin. Jo për atë që mund të jepte Zoti, sepse nuk e besonin që do ngjallej së vdekur, po e donin për atë që ishte, e nuk e braktisën. Madje shkuan me guxim. E mos harrojmë ishte përpara një frikë shumë e madhe. Ai ishte dënuar me vdekje nga këshilli dhe nga pushtimi romak, ruhej nga rojet, ishte vulosur guri, ajo varri me një gur shumë të madh. E megjithatë, nga që e donin, ato I shkuan që qëndronin pranë, duke pasur dhe dyshimin, e duke menduar kush do na heqin e këtë gur kaq të madh për të parë varrin. Po dashuria që kishin për Zotin nuk I linte që të largoheshin. Edhe sot, kur njerëzit kanë një dashuri shumë të madhe për një person, nuk largohen aq lehtë, shkojnë e vizitojnë shpesh tek varri. E kjo që mungon sot, në kohën e sotme, është pikërisht dashuria. Dashuria është paksuar. Njerëzit tani nuk po duan mas njerëzit e familjes. Edhe brenda familjeve ka sherrë të mëdha, sepse dashuria është shumë e pakët. Nga që jemi egoist, mendojmë vetëm për vete.
E nëse do mendojmë vetëm për vete, të gjithë do mbetemi vetëm. Duhet ta kemi parasysh që njeriu është një qenie komunitare, është krijuar për të qenë pjesë e një komuniteti. Ne nuk jemi vetëm. Teoritë që dalin sot nuk janë të krishtera. Për shembull, është jeta ime, bëj çfarë dua, është trupi im, bëj çfarë dua. Nuk janë krejtësisht vërteta. E para nuk është vetëm e jotja jeta, mund të jetë e jotja, po jo vetëm e jotja. Jeta e prindërve prek edhe jetën e fëmijëve. E jeta e fëmijëve prek dhe jetën e prindërve. Kështu që s'mund të jetë vetëm jeta jonë. Ne jemi qenie komunitare, e në qeniet komunitare ka dashuri ndërmjet njëri tjetrit. Dhe diçka tjetër e rëndësishme te këto gra guximtare ishte edhe besnikëria që kishin kashi Zotit. Një shenjë e karakterit fort. Njeriu nuk mund të kthej çdo ditë karakterin e tij. Nëse beson diçka, duhet qëndroj besnik asaj gjëje, sepse formohet një miqësi. Sot për fatin tonë keq, miqësia ka hikur. Madje Shënë Joan Gojarti guxon e thotë që dhe miqësia është një mister, një sakrament. Se çfarë është misteri në Kishën Ortodokse? Që do thotë nëpërmjet shenjave të dukshme transmetohet hiri i padukshëm i Perëndis. Edhe në miqësi të vërtetë transmetohet një hir, se miqësia e vërtetë vjen nga dashuria. Atje ku është dashuria, atje është i pranishëm edhe Perëndia. Prandaj dhe sot nuk ka shumë miqësira. Miqësira janë shumë të dobta. Në rastin më të mirë mund të jenë partneritete që bashkëpunojnë për diçka, po miqësirat vërteta nuk ka më. Dikur dhe paganët jepnin jetën për miqtë e tyre. Sa më shumë duhen të krishterët. Ne jo vetëm që nuk japim jetën, po shpeshherë as nuk i ndihmojmë. Sa në mbaron interesi, largohemi prej atyre të tjerëve. Prandaj ungjilli i sotëm është një thirrje për gjithë secilin nga ne, për të ruajtur besnikërinë kashi Zotit, për të ruajtur miqësinë me njëri tjetrin, edhe për të pasur dashurinë padyshim ndaj njëri tjetrit. Rasti i miroprurëve është një thirrje shumë e madhe për të na nxitur ne për ta mos braktisur Zotin. Dhe ato kujdesen për trupin e Zotit. E kush është trupi i Krishtit realisht sot? Është kisha. Kisha është trupi i Krishtit. E gjithë secili që përpiqet për të ndihmuar trupin e Krishtit, kishën, po përpiqet që ndihmoj pikërisht Zotin. A nëse nuk duam Zotin, padyshim që nuk duam as kishën e tij, dhe as do përpiqemi për të bërë. Shumë njerëz bien dakord me këtë fjalë. Madje ju predikojnë edhe tjerëve, po pak njerëz që e praktikojnë jetën e tyre të përditshme. Sepse nëse e do një njeri, nuk do qëndrosh indiferent. Dashuria e vërtet nuk është vetëm ndjenjë, po është edhe veprim. Nëse shef një njeri në rrugë, të varfër, pa ushqyer, pa veshur, nuk mjafton vetëm thjesht të vi keq për të. Ai është një pjesë. Nëse ti nuk bën diçka për të, do thotë dashuria nuk është e plotë. Dhe Shënë Joan Gojarti qërtonte shpeshherë dhe laikët dhe i thonte: nëse shikoni njëri në rrugë, në vështirësi shumë madhe, mos rrini e thoni, po këta priftërit pse se ndihmojnë këtë? Ndihmojnë ju, thot. Edhe ju jeni pjesë e kishës, edhe ju jeni gurët e gjallë të kishës, që do thotë thirrja është për gjithë secilin nga ne. Kisha jemi të gjithë ne, filloj që nga të parët që administrojnë e deri tek i fundit, gjithë secili është një gur i gjallë në trupin e kishës, që është trupi i Krishtit. Prandaj për kujdesja për Krishtin e miroprurësve është e njëjta gjë me kujdesin për kishën në kohën e sotme. Mundohuni që të ndihmoni kishën. Duke ndihmuar kishën, ndihmoni veten. Kisha është e juaja. Çdo njeri ka përgjegjësinë për kishën. Përgjegjësitë mund të jetë të ndryshme, po fryma duhet të jetë e njëjtë, e dashuria duhet të jetë e njëjtë. Lexojeni disa herë këtë ungjill, e do kuptoni shumë gjëra. Sidomos njerëzit që kanë përjetuar dhe persekutimin e madh e kuptojnë akoma më mirë për frikën e madhe që ishte në atë kohë. Sikur të ishte i dënuar në atë kohë dikush nga pushteti politik e asaj kohe. Sa veta do i shkonin në varr atij njeriu? Pothuajse asnjëri. Dhe ne kemi parë shpeshherë kur vdiste një njeri me biografi jo të mirë, as farefisi i tij nuk shkonte, sepse kishin frikë, e s'kishin shumë kurajo. Dashuria e madhe sjell kurajo. A nëse ne nuk kemi kurajon, le të përpiqemi ta forcojmë dashurinë tonë, sepse nëse nuk kemi dashuri për dikë, nuk do e ndihmojnë. Përse nënat bëjnë kaq shumë sakrifica për fëmijët e tyre? Sepse i duan. Nëse nuk do i donin, nuk do bëjnë sakrifica. Sakrifica vjen pikërisht nga një dashuri shumë e madhe. Zoti aq shumë e dëshi botën, thot ungjilli, sa dha birin e tij të vetëm për ta shpëtuar atë.
dashuria gjithmonë ka sakrificën. Dhe sakrifica ka një mister të madh. Sakrifica sjell edhe gëzim. Një jetë pa sakrifica është një jetë pa gëzim. Ja shikoni jetën e sotme. Njerëzit nuk bëjnë sakrifica. Ndoshta mund grumbullojnë pasuri nga jashtë, por nuk kanë gëzim nga brenda, sepse gëzimi është një dhuratë nga Perëndia. Prandaj le të përpiqemi që ta ndihmojmë kishën me sa mundemi. E le ta ndezim dashurinë dhe besnikërinë brenda shpirtit tonë. E Zoti do na japi një gëzim shumë të madh, i cili do ndriçojë jetën tonë e padyshim do ndriçojë edhe shumë njerëz që janë rrotull nesh. Amin.